Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kush I ka caktuar lëndët e para në sasi të mjaftueshme, të cilat janë të mjaftueshme për nevojat e çdo qenie të gjallë? Kush I ka përcaktuar sasitë e këtyre lëndëve, të cilat I përgjigjen atij I cili jeton nga ato? Kush I ka krijuar këto lëndë të para, farat, ujin, tokën pjellore, për rritjen e bimëve dhe kafshëve, dritën e diellit, dioksidin e karbonit, fabrikat e gjelbërta? Kush I dha me bollek? Çfarë do të ndodhte sikur toka të ishte krijuar pa njërin nga lëndët e përmendura? Zoti I lartësuar ka thënë: Ai që në të vuri kodrat e forta, jashtoi të mirat asaj dhe brenda 4 ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra për ata që pyesin për kohën e krijimit të saj. Sikur të ishte zmadhuar shtresa sipërfaqësore e tokës për disa kilometra, do të ishte konsumuar oksigjeni, I cili është tani I pranishëm për krijimin e shtresës të korës dhe shtesës së korës së tokës. Dhe atëherë nuk do të kishte as bimë as kafshë, por as dioksid karboni. Në mbar botën, në ujë gjenden 88.8% oksigjen, kurse tjetri mbetja është hidrogjen. Sikur sasia e hidrogenit të ishte dyfishuar gjatë ndarjes së tokës, atëherë nuk do të kishte oksigjen dhe uji do ta kishte mbuluar çdo pikë të tokës. Sikur dita të zgjatej për 10 gjatësi të tashme, dielli do t'i shkrumonte të gjitha bimët në tokë. Andaj kush është ai I cili ka përcaktuar gjatësinë e natës dhe ditës në tokë, me aq sa është e nevojshme për jetë? Duhet ta dimë që në disa planete dita është 10 herë më e gjatë se te ne, kurse në disa vende të caktuara është për herë ditë e në disa për herë natë. Thuaj sikur Allahu ta bënte natën të përhershme tu asgjaste deri në ditën e Kiametit. Ç'mendoni, cili Zot pos Allahut do t'ju sillte juve dritë? A nuk merrni vesh? Thuaj më tregoni nëse Allahu a bën ditën të vazhdueshme deri në ditën e Kiametit, cili Zot pos Allahut do t'ju sjell natë që të pushoni në të? A nuk shihni sapo gaboni? 28:71-72 Kur'an. Kush e përcakton lëvizjen e tokës rreth diellit duke u kujdesur mbi ndryshimin e diellit në atë mas sa është I nevojshëm për bimët dhe për çdo gjallësë që është në tokë? Po sikur dielli të largohej nga ne për gjysmë largësie që është mes nesh dhe diellit, do të ishte ngrirë çdo gjë e gjallë, po nëse do të ishte afruar aq, do të digjej çdo gjë e gjallë. Kush e ka organizuar prodhimin e bimëve që të mund të merrni me lehtësi lëndët e para? Kush I bar deri tek këto lëndë të para? Kush e transferon ujin nga avulli, e ngrit, e kondenzon, I krijon rreth, e lëshon, e tubon dhe e bart në vendin ku gjenden pompat e rënies së bimit. Kush e vuri bimën në shërbim dhe e detyroi të bëjë lëndë të jashtëzakonshme dhe me vlerë të madhe, dhe që nuk mund të vlerësohen, të cilat I përshtaten ushqimit të kafshëve dhe njerëzve, proteinat, amidonet, yndyrnat, vitaminat dhe kriprat. I lartësuari Zot Allah te barek ve taala ka thënë: Kush është ai që ju ushqen, po që sa ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush. Por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie. 67:21 Kur'an. Kush I ndërtoi me miliarda fabrika të tilla të vogla dhe të gjelbërta, të cilat e mbulojnë tokën dhe me ngjyrën e vet të gjelbërt, pra që është gjelbronjëse? Kush I krijon për çdo ditë këto fabrika unitare në çdo bimë që rritet dhe në çdo gjeth që krijohet? Kush ja dha kësaj fabrike të vogël këtë fuqi të habitshme që të transformojë kriprat toksore, ujin, dioksid karbonin dhe dritën e diellit në sheqer? Kush mandej e transformon në lëndë përkatëse për ushqimin e njeriu dhe kafshës? Kush këto lëndë të prodhuara I bart në këto depo të ëmbla ushqyese, fruta, ashtu që njeriu t'ia lehtësojë që në mënyrë më të lehtë të arrijë deri te sasia më e madhe e ushqimit? Kush ta krijoi gojen dhe ka ditur që ajo gjendet në fillim të sistemit digestiv, të cilës I jashtoi dhëmbët të bukur dhe të dukshëm, të cilat grinë, kafshojnë dhe bluajnë? Kush ka dhënë që eshtat të jenë të mbuluar me mish përveç në gojë, ku eshtat duhet të jenë të zbuluar? Kush është ai që e di që grirja, kafshimi, blurja, zbuturit e ushqimit janë të domosdoshme për lëshuar në lehtësuar të tine ezofag, e mandej në lugë stomak? Andaj për këtë shkak I krijoi muskujt lëvizjes rreth dhëmbëve. Kush është ai që e krijoi gjuhën, e cila me shkathësi e rrotullon? Kush I ndërtoi këto gjendra të cilat në gojë sekretojnë pështymën, e cila e zbut kafshatën e ushqimit dhe me të ngjiturit e vet I bashkon pjesët e tij, duke kryer me këtë një etapë të tretjes? Kush është ai, o ju që jeni të dhuruar me vetdije? Allahu I lartësuar ka thënë: Nuk I dham ne atij 2 sy, edhe gjuhë, e 2 buzë. Kush e krijoi këtë gojë, fillimin e sistemit digestiv, me të gjitha këto mjete ndihmëse, të cilat gjenden në të, vende përgjegjëse dhe me veçori përgjegjëse? Kush është ai, o ju të cilët mendjen keni? Ja të ndalemi pak te gjuhësa e cila gjendet në fyt laring, e cila përcakton hyrjen e
ajrit në gabzherr, sikurse ushqimin në ezofag, o sikur të mos ishte krijuar kjo gjuhës. Do të hasnim në defekte dhe të meta në sistemin digestiv, sikurse edhe në sistemin respirativ, ashtu që njeriu kishte vdekur. Kush kishte mundur të di për një domosdoshmëri të tillë, për këtë gjuhës të veçantë nga mishi dhe gjaku, dhe kush ka mundur që ta vënë në këtë vend të jashtëzakonshëm të organizmit të njeriu, ende sa ishte embrion në barkun e nënës. Dhe e njoftoi me atë që embrioni do të dalë nga ky vend i kufizuar i mitrës në hapësirën dhe gjerësinë e kësaj bote, që do të hajë dhe do të marrë frymë, që ajri dhe ushqimi do të kalojnë nëpër të njëjtin vend, dhe që është e domosdoshme të krijohet gjuhëza, e cila do ta përcaktojë rrjedhën e ushqimit dhe ajrit. Me fuqinë e tij mëshiruese, Allahu subhanahu wa taala krijoi gjuhën nga mishi dhe gjaku të përshtatur vetisë së kërkuar sipas konstruksionit vet, vëllimit, peshës dhe të vendosurit sakt në vendin e përcaktuar. Vallë, a nuk po sheh që të gjitha këto janë zhvilluar me njëri paraprake, të përcaktuara, të udhëhequr në urtësi dhe përcaktim preciz, ose ndoshta në mendjen tonë gjendet mungesa, sikurse që është mungesa arsyeve të kokforta të ignorancës, xahilitetit, të cilat kanë pohuar se të gjitha këto kanë ngjarë në befasi, dhe që të gjitha këto janë krijuar pa dije dhe kuptim të lidhura për zbatimin e këtij roli të rëndësishëm. Apo mishi dhe gjaku, gabzherri ose esofagu, posedojnë urtësi dhe të udhëhequrit. A mos vallë, mitra e nënës është pronare e kësaj urtësie të habitshme të ndërtimit të jashtëzakonshëm dhe kopimit përcis. A mos ndoshta mitra e nënës është ajo e cila di se çfarë do të ndodhë me embrionin pasi që del nga jo, dhe ndoshta di që embrionit do t'i duhej gjuhësa. Andaj e krijoi në vendin kryesor të organizmit. A është vallë në rregull të përmendurit dhe të përshkruarit e forcës së diturisë të menduarit dhe të udhëhequrit mitrës? Allahu i lartësuar ka thënë: O ti njeri, po ç'të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e jurt, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, të formsoi në formën që ai dëshiroi.